Përshëndetje shikuesve të Gjirokastrës, do të jemi bashkë në të ditari informativ lajme shkundër të tjera do iftoja të ndiqnit. Skema ujtëse në Mursi të Konispolit po modernizohet përmes një investimi të qeverisë shqiptare dhe Bankës Botërore që mbulon rreth 2215 hektar tokë bujqësore. Ministri i Bujqësisë Andi Salla deklaroi se projekti është drejt përfundimit dhe do të mundsojë edhe përdorimin e sistemeve moderne me pika dhe shihedhës. Në Liboho, fermerët po mbyllin ciklin e prodhimit të mistrit pas një sezoni të mbar vaditjeje. Kultura ka arritur pjekjen e plot dhe pritet të nisë skorja, ndërsa kulturat foragjere janë në fazën e fundit të këtij procesi. Lazarati synon të kthehet në një destinacion tërheqës për turizmin rural dhe kulturor. Gatimet tradicionale, mikpritja dhe punimet artizanale në dru ofrojnë një përvojë autentike për turistët, ndërsa krijojnë mundësi të reja për bizneset dhe ekonominë lokale. Zonat rurale po gjallërohen këto ditë gushti nga rikthimi e emigrantëve. Në fshatin Humelic, banorët që jetojnë jashtë rikthehen pranë familjeve dhe kujdesen për shtëpitë e tyre, ndërkohë banorët vendas vijojnë punën në tokat bujqësore. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Skema ujtëse në Mursi të Konispolit po modernizohet përmes një investimi të qeverisë shqiptare dhe Bankës Botërore, që mbulon rreth 2215 hektar tokë bujqësore. Ministri i Bujqësisë Andi Salla deklaroi se projekti është drejt përfundimit dhe do të mundësojë edhe përdorimin e sistemeve moderne me pika dhe shihedhës. Një mënyrë e re dhe më efikase e vaditjes po merr formë në Mursi të Konispolit, ku po modernizohet skema ujtëse përmes një investimi të qeverisë shqiptare dhe Bankës Botërore. Projekti synon të ndryshojë mënyrën e vaditjes për rreth 2215 hektar tokë bujqësore, duke zvendësuar sistemin tradicional të vaditjes me një infrastrukturë moderne, të bazuar në një rrjet tubacionesh dhe hidrantesh. Gjatë inspektimeve në terren, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla e cilësoi këtë një nga investimet më inovative në infrastrukturën e ujtjes që po ndërtohet aktualisht në vend. Projektet më inovatore për investimin e gjithë infrastrukturës që po ndërtohet sot për ujitjen e kësaj zone, ku investimi kalon në një koncept ku nga një vaditje me përmbytje tashmë kemi një vaditje me presion dhe të kontrolluar, ku i gjithë sistemi do të menaxhohet nëpërmjet bashkimit. Investim që në radhë të parë do t'ju vinë në ndihmë fermerëve në uljen e kostos dhe përditshmërisë tyre, por edhe siç është vetë titulluar projekti, duke u përshtatur dhe kushteve klimatike për të kursyer sa më tepër burimet ujore. Secili fermer minimalisht i kursojmë nga 2.000 euro deri në 7.000 euro sistem si në energji, si në naftë apo karburant që shërben për pompat motorike. Që do të funksionojë një koordinim fermer, bashki dhe pjesa e tarifës pastaj që do të jetë në lidhje me shërbimin, është konsultuar dhe me fermerët. Dhe jemi në pritje të përfundimit të veprës. Investimi në Mursi nuk lidhet vetëm me ndërtimin e një rrjeti të ri ujitës, por edhe me mënyrën se si do të menaxhohet uji në të ardhmen. Në kuadër të zhvillimit të bujqësisë së zgjuar, po punohet edhe për përdorimin e teknologjive të reja për fshirë sensorët dhe stacionet meteorologjike. Këto teknologji mund të ndihmojnë në përcaktimin më të saktë të nevojave për ujë, duke shmangur vaditjen e panevojshme dhe duke optimizuar përdorimin e burimeve. Për fermerët, kjo do të thotë një sistem më i kontrolluar, me pak humbje dhe më shumë eficiencë në prodhim. Ndërsa për bujqësinë e zonës, modernizimi skemës ujtëse krijon një bazë më të qëndrueshme për përballlimin e sfidave që sjellin ndryshimet klimatike dhe periudhat e zgjatura të thatësirës. Mursia është një nga zonat e rëndësishme bujqësore të jugut dhe modernizimi i infrastrukturës së ujitjes pritet të japë një tjetër shtys aktivitetit të fermerëve. Bletaria në Shqipëri po konsolidohet si një sektor me potencial për zhvillim, ndërsa interesi i fermerëve për mbështetjen financiare vijon të rritet. Të dhënat e Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural tregojnë se 7.016 bletar kanë aplikuar në skemën kombëtare 2026 pas ndryshimit të pragut të financimit për masën e mbështetjes për bletarin. Shifrat dëshmojnë peshën që ky aktivitet ka në ekonominë rurale, por edhe interesin e fermerëve për të zgjeruar dhe kapacitetet e tyre prodhuese. Sipas të dhënave për vitin 2025, në Shqipëri u prodhuan rreth 6.299 ton mjalt, ndërsa numri i koshereve arriti në 645.000 në të gjithë vendin. Edhe mbështetja për bletarët është zgjeruar. Në kuadër të skemës kombëtare 2025, përfituan 4.135 bletar, ndërsa numri i aplikimeve për vitin 2026 është rritur ndjeshëm. Interesi në rritje synon të nxjisë zhvillimin e fermave
firmave bletare, shtimin e kapaciteteve prodhuese dhe përmirësimin e qëndrueshmërisë së sektorit. Bletaria nuk lidhet vetëm me prodhimin e mjaltit, bletët kanë një rol të rëndësishëm në bujqësi përmes pjalmimit të kulturave bujqësore, duke ndikuar drejt për drejt në prodhimin dhe ruajtjen e biodiversitetit. Për shumë familje në zonat rurale, bletaria mbetet një aktivitet tradicional, por gjithnjë e më shumë po shihet edhe si një mundësi për të krijuar të ardhura dhe për të zhvilluar një aktivitet ekonomik të qëndrueshëm. Me 645.000 koshere mira bletar të angazhuar dhe mbi 6.200 ton mjalt të prodhuar në vit, sektori tashmë ka një bazë të rëndësishme për rritje. Mbështetja financiare dhe interesi i lartë i fermerëve tregojnë se bletaria shqiptare po fiton gjithnjë e më shumë rëndësi në zhvillimin e ekonomisë rurale dhe në të ardhmen e bujqësisë vendase. Qëndrojmë përsëri tek bujqësia, do të shkojmë në Libohov, ku fermerët po përmbyllin ciklin e prodhimit të misrit pas një sezoni të mbar vaditjeje. Kultura ka arritur pjekjen e plot dhe pritet të nisë korja, ndërsa kulturat foragjere janë në fazat e fundit të këtij procesi. Kushtet e favorshme dhe vaditja në kohë kanë krijuar pritshmëri për rendiment të kënaqshëm këtë sezon. Në bashkinë e Libohovës, ku një sipërfaqe e konsiderueshme toke bujqësore është mbjellë me kulturën e misrit, ka përfunduar me sukses procesi vaditjes për këtë sezon. Sipas specialistit të bujqësisë Filip Zëra, bimët e misrit ndodhen tashmë në fazën e pjekjes së plot, çka tregon një zhvillim të qëndrueshëm dhe të suksesshëm të kulturës. Ai thekson se edhe kulturat foragjere në zonë janë drejt përfundimit të procesit të korjes, duke mbyllur kështu një tjetër cikël bujqësor. Në bashkinë e Libohovës mbillet një sipërfaqe e konsiderueshme me kulturën e misrit dhe duke u nisur dhe nga pasojat e vitit të kaluar, fermerët kanë kultivuar lloje të hershme dhe lloje me cikël të mesëm dhe për momentin ujitja ka përfunduar. Bima e misrit ndodhet ka arritur në stadin e pjekjes plot dhe fermerët presin që të ulet përqindja e lagështirës dhe të krijet vjelja e prodhimit. Krahas kulturës misrit, në zonë kultivohen foragjere, kryesisht kultura e jongjës. Për momentin ka sipërfaqe të vogla ende të pakorura, por pjesa tërmuese është korrur dhe është amballazhuar në formën e dengjave. Prodhimi këtë vit ka qenë mjaft i mbar në bashkinë e Libohovës, shprehet Zëra, duke vlerësuar kushtet e favorshme klimatike dhe punën e bërë në terren. Sipas tij, rendimenti i këtij sezoni pritet të jetë i kënaqshëm, duke garantuar furnizim të mirë për tregun dhe blegtorinë lokale. Në përgjithësi, prodhimi qoftë për kulturën e misrit, qoftë për foragjeret ka qenë prodhim mbi mesatar, ndërsa për kulturën e misrit pritet një prodhim i kënaqshëm. Ky sezon bujqësor në bashkinë e Libohovës vlerësohet si një nga më të suksesshmit e viteve të fundit, fal punës së fermerëve dhe kushteve të favorshme natyrore. Përfundimi me sukses i vaditjes dhe pjekja e plotë e misrit krijojnë pritshmëri për një prodhim të qëndrueshëm dhe cilësor, duke dhënë një tjetër shembull të potencialit bujqësor të zonës. Pronarët e banesave të ndërtuara para vitit 1991 kanë mundësi të regjistrojnë online vendimin për kalimin në pronësi të banesës, oborrit në përdorim apo truallit funksional. Procedura mund të kryhet përmes portalit e-Albania, pa qenë e nevojshme paraqitja fizike pranë zyrave të kadastrës. Agjencia Shtërore e Kadastrës ka informuar qytetarët mbi hapat që duhet të ndjekin për regjistrimin e këtyre akteve administrative dhe pajisjen me dokumentacionin e plotë të pronësis. Në portalin e-Albania, qytetari duhet të zgjedhë shërbimin aplikim për regjistrimin e kalimit të pronësis me anë të ligjit me vendim të gjykatës apo të një akti administrativ. Pas krijimit të aplikimit dhe plotësimit të dhënave të kërkuara, zgjidhet shërbimi, regjistrimi i kalimit të pronësis me anë të aktit administrativ të lëshuar nga aksh. Sipas kadastrës, në aplikim përfshihet automatikisht edhe shërbime të tjera të lidhura me dokumentacionin e pronës. Bëhet fjalë për lëshimin e certifikatës së pronësisë, kopjen e kartelës së pasurisë së paluajtshme dhe kopjen e fragmentit të hartës kadastrale. Pas përfundimit të aplikimit, dokumentet dërgohen elektronikisht nga qytetari, ku mund të shkarkojë mandatin përkatës për pagesën. Pagesa mund të kryhet online pranë postës shqiptare ose në bankat e nivelit të dytë. Procedura synon regjistrimin përfundimtar të akteve administrative të nxjerra nga aksh për kalimin në pronësi të banesave të vjetra dhe sipërfaqeve funksionale
legale që lidhen me to. Në këtë mënyrë, përfituesit mund të pajisen me dokumentacioni kadastral dhe të formalizojnë pronësinë e pasurisë së tyre. Ndërkohë, informacioni plot mbi dokumentet që kërkohen për aplikimin mund të gjenden në faqen zyrtare të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në rubrikën Shërbime. Një procedurë që tashmë mund të ndiqet online duke e bërë më të thjeshtë dhe më të shpejt formalizimin e pronësisë për banesat e vjetra. Zonat rurale po gjallërohen këto ditë gushti nga rikthimi i emigrantëve. Në fshatin Humelic, banorët që jetojnë jashtë rikthehen pranë familjeve dhe kujdesen për shtëpitë e tyre. Ndërkohë, banorët vendas vijojnë punën në tokat bujqësore duke mbledhur prodhimet e stinës. Vera sjell kështu më shumë jetë, takime dhe gjallëri në fshatin Humelic. Në fshatin Humelic, pjesë e njësisë administrative CEPO në bashkinë e Gjirokastrës, Tina e Verës sjell gjallëri dhe rikthimin e banorëve që jetojnë prej vitesh jashtë vendit. Emigrantët zgjedhin të kalojnë pushimet në vendlindjen e tyre, duke rigjetur kujtimet dhe lidhjet me tokën ku janë rritur. Nostalgjia për vendlindjen i ka shtyrë shumë prej tyre të investojnë në banesat familjare, duke i rikonstruktuar apo përmirësuar ato. Erdhën, tani erdhën. Djemtë me dhe vaj, tani një dje me ku vajtë, me djali me gjithë fëmi. U bë festa në fshat? U bë. Rrim 8 muaj këtu. 4 muaj vemi në Greqi. Keni nostalgji për fshatin? Po si, pa tjetër, ne unë pse bëra shtëpinë këtu, vinë dhe fëmija, kur vinë për 10 ditë pushime, të kalojnë se më shumë ata venë në plazhe, kupton? Vinë, kur kemi pashka, gjera tilla, për festa vinë. Shumë mirë janë të tërë, kemi ardhur pleqe, plaka. Fshati, s'kemi gjena fshati, shumë mirë shkojmë me fshati. Këta që janë këtu, po. Ja ne jemi ca pleq, kemi ardhur andeja në Greqia, vim këtu, kemi 2-3 muaj këtu, e bëm në një domate në kështu që jam për vete. Ndërkohë banorët që jetojnë gjatë gjithë vitit në Humelice dhe pse në moshë të thyer vijojnë të kujdesen për tokat e tyre. Ata mbjellin perimet e stinës dhe kultivojnë produktet e nevojshme për jetesën e përditshme, duke ruajtur traditën dhe lidhjen e fortë me bujqësinë. Ja, me këtu. Me rushi, me fiq, me shtetit tim. Në të të gjera, në ca ngrimis, gjera në darkë. Çfarë moshe keni ju? 80. Vazhdoni punoni akoma? E po tani, ja jemi në fshati. Djemtë në ka iku, vazhda në ka iku. I keni mbjell barqet? Plot. Me se? Me domate, me peperka, me shtetet e unë, me përpara. Tani ne nuk miremi, kemi mbjet për veten tonë sa gjera. Domate, spesa, gjera tilla dhe 10 rajnë lajthi për veten tonë. Ka banor që i tregtojnë nga fshati juaj? Ka njeri, po nuk tregtojnë, nuk i marrin gjaba fare. Vjen në treg në Gjirokastër? Jo, vinë i marrin në Tirana. Lajthit? Lajthit. Po perimet vjen i tregtojnë në treg? Jo, perimet ne vetëm mbjellin për veten tonë, nuk bëjmë se beharit këtu, dimri vemim në Greqi të fëmit. Ca lajthi, ca kështu, ca për vete tonë, jo për të shitur, nuk kemi gjane. Ne vim këtu beharit dhe dimrin vem atje të fëmit. Të gjithë banorët i kultivojnë tokat që kanë? Këtu, ata që janë këtu i bëjnë. Ne për vete sa për veten tonë, nuk kemi, jemi pensionista, 75 vjeç. E mbon ca domate, ca në këto bame që kemi këtu, ca për vete. To punë të stinës? Jemi një 5-6 shtëpi pleq, të tërna një qik, atë bëjnë. Në këtë mënyrë fshati Humelic vijon të mbetet një pikë lidhjeje mes të kaluarës dhe së ardhmes, ku tradita, puna dhe dashuria për vendlindjen bashkojnë breza të tërë. Rikthimi i emigrantëve jo vetëm që sjell gjallëri në këtë zonë, por edhe shpresë për zhvillimin dhe vazhdimësinë e jetës në fshat. Flasim për turizëm ku Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve ndërkombëtar fal natyrës, trashëgimisë, gastronomisë dhe mikpritjes së saj. Në këtë panoram, një vend të veçantë zë Gjirokastra. Qyteti i Gurë që po konsolidohet gjithnjë më shumë si një nga destinacionet më tërheqëse në jug të vendit. Revista prestigjioze polake Ambasador në një artikull të posaçëm për Shqipërinë e rendit Gjirokastrën ndër qytetet që dëshmojnë pasurinë historike dhe kulturore të vendit. Me shtëpitë karakteristikë
turistike prej Guri, Çatit e Gurte, Rrugicat e Kaldrëmta dhe Kalan Madhështore, Gjirokastra ofron një udhëtim nëpër historinë e Shqipërisë. Qyteti i vjetër, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, tërheq vizitorët jo vetëm për arkitekturën unike, por edhe për atmosferën, traditat dhe mënyrën e veçantë të jetesës që ruhet ende në lagjet historike. Por Gjirokastra sot është shumë më tepër se një destinacion i trashëgimisë. Turizmi po ndërthur historinë me natyrën, gastronominë, artin dhe aktivitetet kulturore. Nga pazari karakteristik deri te kalaja, nga muzeumet e shtëpi tradicionale dhe agroturizmet përreth, qyteti ofron eksperienca për vizitor me interesa të ndryshme. Artikulli i revistës polake e vendos këtë pasuri në një panoramë më të gjerë të Shqipërisë, një vend që përkërkohet gjithnjë më shumë nga turistët që duan destinacione autentike, larg turizmit masiv. Dhe Gjirokastra është një prej këtyre shembujve më të bukur të kësaj Shqipërie, një qytet ku historia nuk është thjesht pjesë e së shkuarës, por jeton në çdo gur, në çdo rrugicë dhe në çdo shtëpi karakteristike. Me rritjen e interesit ndërkombëtar dhe një kalendar i gjithnjë më të pasur kulturor e artistik, Gjirokastra po zgjeron edhe më tej ofertën e saj turistike. Nga trashëgimia tek natyra, nga gastronomia te muzika dhe aktivitetet kulturore, qyteti po kthehet në një destinacion që vizitohet, përjetohet dhe rikthehet në kujtime. Gjirokastra, një qytet autentik i Shqipërisë që gjithnjë e më shumë po zbulohet nga bota, shkruan revista prestigjioze polake Ambasador. E ndërkohë që Lazarati po synon të kthehet në një destinacion tërheqës për turizmi rural dhe kulturor. Gatimet tradicionale, mikpritja dhe punimet artizanale në dru ofrojnë një përvojë autentike për turistën, ndërsa krijojnë mundësi të reja për bizneset dhe ekonominë lokale. Një potencial që bashkon traditën me zhvillimin dhe i jep Lazaratit një mundësi të re për t'u promovuar. Lazarati, i njohur për traditat, mikpritjen dhe peizazhin e tij, po kërkon të ndërtojë një identitet të ri turistik. I vendosur pranë Gjirokastrës, fshati ofron një kombinim të veçantë të natyrës, historisë dhe jetës së komunitetit. Ne kemi një teren gjeografik shumë të bukur, është teren rural. Lazarati ka shtrirje në 3 këmbë të malit aty lart dhe është një ambient shumë i pastër. Ndoshta nga që të gjitha shtëpitë në Lazarat kanë kopshte dhe navllit e tyre pemë shumë vjeçare dhe pastërtia e gatimit, pastërtia e ambientit ku ndodhemi, pastërtia e rrugëve për që na çojnë tek bujtinat që kemi të ngritura ose tek shtëpitë që merren me përgatitjen e ushqimeve për të pritur turistët, pavarësisht se sa është numri, nuk themi që numri i turistëve tani është në një masë shumë të madhe, mirë po nëse do krahasojmë numrin e turistëve që kanë ardhur këtë sezoni kuptohet nuk ka mbaruar akoma, me 4 vite më parë nuk ka asnjë lidhje, është gjithmonë në rritje. Ne kemi një nga traditat kryesore në Lazarat është dhe servirja e mishit të blektorisë të deleve dhe të qengjave kryesisht. Edhe mishi i viçit që vjen pas këtyre 2 lloje mishrave. Barinjt Lazaratas kanë trashëguar në vite, në familjet e tyre, vlera të paimagjinueshme dhe kjo ka bërë që fëmijët dhe brezat që po rriten tani i kanë të qarta gjëra se si mund të shërbehet vlera autentike e përgatitjes së mishit në Lazarat. Kemi shtëpinë e çajit që përgatit çajra që vetë zotët e shtëpisë i mbledhin në terenin rreth rrotull Lazaratit dhe i përgatitin në ambientet e tyre ku u servitin dhe miqve tanë turistë që vinë shpesh. Zhvillimi i turizmit shihet edhe si një mundësi ekonomike për banorët e Lazaratit. Bujtinat, agroturizmi, prodhimet lokale dhe guidat në natyrë mund të krijojnë vende të reja pune dhe të rrisin të ardhurat e familjeve. Kemi një fshat i cili tani 3 vjet e gjysmë, afërsisht 4 vjet, po bën që është futur në linjën e ndërtimit të rrjetit turistik me agjensit. Kjo patjetër që ka filluar të jap shenjat e para në familjet që merren me këtë punë. Nuk themi se të gjitha familjet merren me turizmin, por ato familje që kanë filluar tani të merren sistematikisht dhe seriozisht me kultivimin e vlerave turistike bashkohore, duan që këto vlera të përshtatin me vlerat tona tradicionale, por pa dëmtuar vlerat e fshatit ton në lidhje me të ardhmen e turistave që do vinë nga viti në vit tek ne. Lazarati tashmë po shet tek turizmi, një mundësi për të sjellë në vëmendje vlerat e tij, duke kthyer traditat dhe produktet vendase në një arsye më shumë për ta vizituar këtë zonë.
Gjirokastra po vijon të jetë një nga destinacionet më tërheqëse turistike të jugut të Shqipërisë, duke sjellë gjatë këtij sezoni një fluks të lartë të vizitorësh vendas dhe të huaj. Qyteti i Gurt me trashëgiminë, arkitekturën, kaldrëmet dhe traditat e tij po ofron gjithnjë më shumë arsye për të vizituar, jo vetëm gjatë muajve të verës, por edhe në ditët e para të vjeshtës. Në këtë atmosferë turistike, më datën 4 dhe 5 shtator, Gjirokastra do të pres një tjetër event që synon të pasurojë kalendarin kulturor dhe ofertën turistike të qytetit. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia ka bërë të ditur zhvillimin e këtij eventi me sloganin 2 net një qytet. Mira, momente që kthehen në kujtime. Për 2 net, Gjirokastra pritet të kthehet në një skenë të madhe muzike dhe argëtimi. Artistë dhe këngëtarë të njohur do të sjellin në qytetin e Gurt rryma të ndryshme të muzikës moderne dhe bashkëkohore, duke i dhënë një tjetër ritëm fundjavës. Eventi vjen në vijim të një sezoni të pasur me aktivitete kulturore, festivale dhe ngjarje artistike, të cilat kanë sjellë vizitorë të shumtë në Gjirokastër. Turizmi në qytetin e Gurt nuk është vetëm një eksperiencë trashëgimisë. Ai po ndërthur historinë me kulturën, gastronominë, muzikën dhe aktivitetet që krijojnë një ofertë turistike më të larmishme. Dhe pikërisht kjo është ftesa për këtë fundjavë të parë të shtatorit, të vizitosh Kalan, të ecësh nëpër kaldrëmet karakteristike, të shijosh traditën dhe kuzhinën lokale e më pas të bëhesh pjesë e një nate muzike në atmosferën unike të Gjirokastrës. Sepse sezoni turistik në qytetin e Gurt nuk përfundon me gushtin. Më 4 dhe 5 shtator, Gjirokastra vijon të jetë një destinacion për të zbuluar, për të shëjuar dhe për të përjetuar. 2 net, një qytet. Mira kujtime, Gjirokastra ju pret. Qyteti i Gurt do të bëhet për 2 muaj një hapësirë e artit bashkëkohor. Përmes rezidencës artistike të Mon Art, artistë të ndryshëm do të eksplorojnë trashëgiminë, identitetin dhe kujtesën e qytetit, duke bashkëpunuar edhe me komunitetin. Historia dhe kultura lokale do të shndrohen në frymëzim për krijime të reja në një dialog mes të shkuarës dhe të tashmes. Gjirokastra bëhet për 2 muaj një hapësirë krijimi, dialogu dhe eksperimentimi artistik. Përmes një rezidence artistike, Mon Art sjell në qytetin e Gurt artistë me praktika dhe zhanera të ndryshme të artit bashkëkohor. Rezidenca zhvillohet në kuadër të programit Europa Krijuese me mbështetjen e qeverisë shqiptare përmes Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, duke vendosur në qendër të projektit të artistik trashëgimin, identitetin dhe kujtesën lokale. Jemi në një ambient shumë interesant që quhet Libërth. Pikërisht vendosëm ta nisnim këtu rrugëtimin e një rezidence artistike që quhet Mon Art dhe që është në kuadër të programit Europa Krijuese, që mbështetet nga qeveria shqiptare përmes Ministrisë së Linjës dhe Bashkimi Evropian dhe synon që të sjell artin në zonat e trashëgimisë kulturore për të zbuluar traditën, trashëgiminë, identitetet, memorien e qyteteve të tilla si Gjirokastra. Artistët nuk do të kufizohen vetëm në hapësirat e studios. Përmes krijimit dhe bashkëpunimit me komunitetin, ata do të njihen me historinë, rrëfimet dhe kujtesën e qytetit, duke shndërruar këto element në burim frymëzimi për vepra të reja bashkëkohore. Artistët punojnë në zhanre të ndryshme, dikush me pikturë, dikush me instalacion. Në përgjithësi është art kontemporan, por në një dimension shumë unikal, siç është trashëgimia e Gjirokastrës, dhe ne presim me padurim prurjet dhe krijimet e këtyre artistëve. Në fokus është rigjallërimi i trashëgimisë kulturore dhe memorisë lokale përmes një këndvështrimi të ri. E shkuara nuk shihet thjesht si një kujtim, por si një material i gjallë që mund të riletësohet dhe të marrë kuptime të reja përmes artit. Gjatë 2 muajve të rezidencës, artistët do të eksplorojnë marrëdhëniet mes vendit dhe njeriut, historisë dhe të së tashmes, identitetit dhe kujtesës. Për Mon Art, kjo rezidencë është një mundësi për të afruar artin bashkëkohor me komunitetin dhe për të krijuar ura të reja mes kulturës, trashëgimisë dhe krijimtarisë. Dhe me këtë material kemi ardhur në fund për këtë ditar informativ lajmesh. Faleminderit që ndruat në rrëtësh Gjirokastra, po ju lënë në shoqërinë e programeve në vijim. Bashkë mirupafshim.